إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi I qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta I dërgojmë shërbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, pasi që jemi në kapitullin që flasim në lidhje me shkurërzimin, temën të cilën sot do ta trajtojmë titullohet "Çfarë duhet të bëjnë bashkëshortët kur lindin konflikte mes tyre?" Vëllezër të dashur, duhet ta dim se kontrata e martesës është një ndër kontratat më të rëndësishme dhe një ndër kontratat më të rrezikshme që mund të lidh një person. E vetmja kontrat në Kur'an quhet jo vetëm si kontrat, por se quhet mithaqa ghalidha, beslidhja e fortë. Mirë po, nëse ndodh ndonjë konflikt bashkëshortor, ajo duhet të zgjidhet me zgjidhje të cilat na ka ofruar Allahu Gjelleshanuhu, e jo të zgjidhet duke u tërhequr nga epshet, nga nefsi, nga egoja, nga smundjet e zemrës me ngjemallësi e kështu me radhë, po ashtu jo të udhhiqet nga cytjet e shejtanit, sepse në fund dëshira më e madhe e shejtanit është që të ndaj bashkëshortët. Allahu Gjelleshanuhu në rast mosmarrveshjeje, ai neve na ka urdhëruar që zgjidhja e tyre të bëhet në 4 faza. Faza e parë është këshillimi dhe porosia me butësi dhe urtësi. Burri duhet t'i dëgjoj ankesat e gruas, nëse ajo ka të drejtë, si për shembull, nëse ankohet për koperaci, neglizhencë, ashpërsi, vrazhdësi, ose privon nga blerja e çështjeve të nevojshme për të, ose vizita e të afërmve nëse është krejt në rregull, atëherë ai duhet të jetë I kujdesshëm, t'i përmbush këto pika e jo të bëhet neglizhent. Mirë po, në të kundërtën, nëse ankesat dhe kërkesat e saja janë të padrejta, sikurse kërkon diçka që është jashtë apo përtej mundësive të burrit, ai me butësi duhet të ja sqarojë të vërtetën edhe të saktën, dhe ajo duhet t'i bindet mundësisë të cilën ai e posedon për përmbushjen e kërkesave të saja. Nëse ajo vazhdon me kryenëqësi dhe mosbindje, atëherë duhet ta këshillojë në vazhdimsi me butësi dhe urtësi, duke ja kujtuar detyrimet që Allahu ka detyruar të dy palët karshi kësaj kontrate. Këshillimi duhet të jetë me sjellje të mirë e të butë, e jo me britma, kërcënime e të ngjashme. Po ashtu, këshillimi nuk bëhet brenda 2 ditëve, por se në periudha të ndryshme kohore, duke e shoqëruar me tolerancë, bujari
mëshirë dhe respekt. Burri nuk ka të drejtë të kaloj në fazat tjera pa mos i respektuar gjitha fazat me radhë. Nëse nuk funksionon me fazën e këshillimit, atëherë faza e dytë është largimi nga shtrati, për t'i treguar pakënaqësinë e tij ndaj mangësisë së saj, por gjithsesi pa sharje, fyerje, nënçmime dhe ofendime. Ky largim dhe ky raport i ftohtë duhet të jetë vetëm në mes burrit dhe gruas dhe në asnjë mënyrë të dëgjojnë dhe të kuptojnë fëmijët të afërmit e kështu me radhë. Porse, jashtë dhomës së tyre, do të sillen, do të flasin brenda kufive, kinse ata janë në rregull. Faza e tretë, që është një fazë jashtëzakonisht e keq përdorur shumë nga jo muslimanët. Aq shumë e keq përdorin këtë, aq shumë e shtrembërojnë këtë fazë, sa që mundohen të mposhtin Islamin, ligjet e Allahu xhaleshanu dhe mësimet e tija. Mirë po kjo fazë është edhe një fazë që edhe një numër i muslimanëve janë sikur tërheqës në këtë pikë. Dhe unë do mundohem ta sqaroj me praktik të pejgamberit a.s. dhe lust madhin Allah të na jep sukses gjithëve, mos keq kuptohemi se është çështje e prekshme ku shumë palë mundohen që t'japi një konotacion tjetër kësaj çështje. E ajo është e drejta e goditjes jo të rëndë ndaj gruas. Përgjigja më e mirë për këtë çështje është praktika e pejgamberit a.s. Ne jemi nga ata që jemi të urdhëruar të dëgjojmë Muhamedit a.s., të respektojmë praktikën e tij, e cila është praktika e tij karshi kësaj faze. A e ka përdorur pejgamberi sa këtë fazë? Si na ka sqaruar pejgamberi a.s. këtë fazë, pra fazën e goditjes së lehtë, jo të rëndë. Çfarë thot? An Aisha radiallahu anha qalet, ta dëgjojmë ju lutem me zemër, me sytë e zemrës, me veshët e zemrës, edhe me arsyen të cilën e ka falë Allahu xhenu. Ju lutem të dëgjojmë. Thot Aisha radiallahu anha: Ma daraba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattun bi yadi. Subhanallah. Kur pejgamberi alayhi salam nuk ka goditur me dorën e tij asgjë asnjëherë. Asnjëherë kur s'ka godit, kurin e kurës. Kjo është praktika e tij. Ky është sunneti i tij. Ky është komentimi që duhet bërë kësaj faze. Kur dhe Aisha nuk përfundon me kaq, e vazhdon, thot: Wala imra'a wala khadim. Sa atëherë ishte tradit që burrat goditnin gratë e tyre për pak e për shumë, edhe goditje të rënda, ma gjë në fytyrë e o kështu me radhë. E çfarë thot Aisha? Kur as kafsh, as insekt, apo kur s'ka godit asgjë me dorën e tij, e shton, bile nuk ka godit kurin e kurës, as grua, as rob, as fëmijë. Se ka prek as fëmijën e tij me dorën e tij. Ky është kuptimi i vërtet i kësaj faze. Këto faza, argument kemi ajetin kuranor, ku Allahu xhallahu thot: Wallati takhafuna nushuzahunna, sa për ata gratë të cilët shihni sjellje të dobta dhe të duhet t'i qortoni, duke i këshilluar ata, duke i larguar nga shtrati, ose goditje jo e rënd ashtu siç e sqaruam. Ndërsa faza e katërt është kërkimi i pajtimit mes palëve. Si funksionon kjo fazë?
merret njeri, një, dy ose më shumë njerëz të urtë nga familja e burrit, 2-3 njerëz të urtë nga familja e gruas, pleqnohen çështjet, nxjerrin të gjitha pa rezervë mbi tavolinë, diskutohen dhe vendimi i atyre njerëzve të urtë të mençur është obligim të respektohet nga të dyja palët. E nëse funksionon, elhamdulillah, nëse nuk funksionon, edhe pas mbledhjes së njerëzve të urtë, atëherë kalohet në fazën e cila vërtet nuk është e pëlqyeshme, por është e lejuar, e që është divorci mes burrit dhe gruas, temë të cilën do ta trajtojmë në aspektin islam në hutben e ardhshme, inshallah që jemi shëndosh e mirë. Lutë Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta, që jep respekt, dashuri dhe mëshirë të gjithë të martuarve tanë, të gjithë të martuarve muslimanë dhe të gjithë të martuarve anë mban botës kudo gjenden. Amin. Aqulu qouli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.